Kur dy emra të mëdhenj të skenës bashkojnë forcat, rezultati nuk ka si të kaloj pa shumë. Nora Istrefi dhe Louise Ailey kanë publikuar së fundmi projektin e tyre të ri muzikor me titull Rrushi im, një këngë që brenda pak ditësh ka arritur të marrë qindra mijëra klikime në YouTube dhe reagime tejet pozitive nga publiku. Që nga momenti i publikimit, kënga është shpërndar masivisht në rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga projektet më të komentuara të momentit. Fansat kanë vlerësuar kimin mes dy artistëve, energjinë që përcjellin dhe ritmin që pritet të dominojë sezonin. Paralelisht me suksesin e këngës, Nora ka ndarë edhe disa pamje nga prapaskenat e xhirimeve, duke tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj elegante. Ajo u shfaq me një fustan të zi me detaje të bardha, me prerje të sofistikuar dhe një stil që i vinte në pa format e saj të tonifikuara. Fotot morën menjëherë mira pëlqime dhe komente, duke konfirmuar edhe njëherë ndikimin që artistja ka në publik. Si Nora, ashtu edhe Louise gëzojnë prej vitesh një mbështetje të fuqishme nga audienca, dhe ky bashkëpunim duket se vetëm sa e forcon pozicionin e tyre në industrinë muzikore shqiptare. Me ritmin që ka marrë Rrushi im, gjithçka tregon se ky projekt do të vazhdojë të qëndrojë gjatë në trend.